Unë punimin tim e kam titulluar kështu. Procedimi sintetizues në për semiotikën mitike. Kuptohet për enciklopedinë imagjinare, ato është fjala. Fjala dhe kujtesa e mendimit kur vehen në peshorën përtej të sotmes determinojnë ide sintetizuese në kontekste analitike të cilat I japin ingranazhin përmbajtësor e shkencor artikulimeve të tërësishme brenda tekstit të shkruar. Në këto kërkesa të gjata e hulumtuese, si dhe të ruajtura në memorien kujtesë, të krijojnë dioptrin përtej dilemes se fjala dhe ngjarjet ku mund të puqen në verdiktin e njeriu ton Bajram Kosuni. Enciklopedia imagjinare e cila ka krijuar diskutime që nga botimi I saj se cilët zhanri takon post-roman apo roman postmodern, sepse është vepra e parë e këtij lloji në letërsinë shqiptare. Për lexuesin Emir Fill është më së rëndësishme se vepra çfarë lëndë posedon, sa është ruajtur në galeri thesari brenda saj, pastaj si është ndërtuar objektiviteti, si duket kulmi I tij dhe çfarë materiali ka të vendosur në shtyllat që e mbajnë drejt peshimin e veprës arkitektonike, si dhe çka ofron teksti në lexim dhe në mesazh. Në këto relacione ngjarjesh dhe kohësh vepra Bajram Kosumit, enciklopedia imagjinare, të ofron komunikim të lirshëm, si dhe të jep mundësinë e zgjedhjes së ngjarjeve vetëm pas leximit të parë. Kurse për të dalluar fijet e kputrat të faktit kërkohet dhe është domosdoshmëri edhe leximi pasues që pastaj libri mund të rilexohet dhe edhe si roman, edhe si fjalor, edhe si kërkim filozofik, historik dhe real, si edhe të bashkërendon në gërshetim të relikteve mitike. Unë do të mundohem ta shkurtoj një pjesë të fjalës sime për të marrë disa shembuj pak më konkret, po përsiatjet brenda tekstit. Ndër veprimet e periudhave të gjata historike kanë krijuar absurditetin mbi korrizjen e fatin e njeriu ton. Këto rrëfime e ngjarje ngërthejnë në vete gjurmimin në thelsi të kësaj menjere me personazhe dhe ngjarje të dukshëm dhe të arkivuara në galerinë e mendimit dhe të pasurive kombëtare që diku mboshnin kodin e një fuqie mbizotruese ballkanike dhe evropiane. Mirë, pa e gjithë kjo I ka edhe rënjët e saj, sepse kur fuqia e fjalës, fuqia e dijes, fuqia ekonomike dhe fuqia e mendimit filozofik, kur krijojnë shtratin e palëvizshëm në të gjitha stadet e rrugës së vendnumërimit, fillon të ngushtohet relievi I vendit. Pastaj identiteti gjuhësor, toksor, bashkë me rënjet fillojnë të marrin takvjetën, si të shumë perandorive, sikur edhe të lashësia dikushme e qytetërimit Pellas e Ilir që zvogloj vetë. Këtë fakt e përjetoj edhe kultura dhe etnikumi I gjuhës shqipe. Këto riciklime epokash e ndrime fatesh I gjejmë të standardizuara brenda faqeve të enciklopedisë, të librit Enciklopedia imagjinare, që në realitet libri merr kuptimin thelbësor brenda konditave të tekstit e që ato bartin më fuqishëm mesazhin, kurse kuptimi I fjalës imagjinare të ofron meditimin e konsoliduar shkencor dhe filozofik të radhitur nëpër gërshëtimin e shekujve. Të gjitha këto bashkërenditje janë projekt I mendimit në zbërthim të kapaciteteve njerëzore, të ruajtura në bazamentin e ekzistencializmit kombëtar. Më saktësisht, gjitha këto rrjedhime filozofike janë të pranishme në faqet e librit post-roman përmes shkrirjes së mendimit kritik. Unë do të mundohem disa gjëra të jetë pak më shkurt që mos ju lodhe. Vepra Bajram Kosumit është një testament që nuk ka lexues që hyn brenda saj dhe nuk do ta gjej veten, apo nuk do ta
përjetoj një rrëfim nga kaluar apo nga leximi. Pak duket pak e rëndë 772 faqe me hiktën e punëve, pak duket si shumë, po megjithatë libri të jep mundësinë edhe të leximit edhe të rileximit. Çfarë duket që koha po e hën jetën tonë. Bajram Kosumi në enciklopedi i ka dhënë vend gjitha këtyre pikave që ndriçojnë kaluarën sotme dhe normalisht t'japin meditimin për të nesërme. Gjenerata e vjetër që i ka përjetuar këto gjëra, pas pako i ka dëgjuar, unë po e citoj një pjesë, sa për ilustrim se kolegët thanë disa pika ndryshe dhe fundit vepra letrare këtë, se cili ta shohat kërkesën e vetë edhe ta qej atë që dëshiron apo që e ndjen pak më mirë. Sa për ilustrim po veçoj vetëm shkurtazi një mëset të atyre kohëve dhe citoj. Epoka e vrimes, e minut e quajtur epoka post-individuale. Të gjithë e dim birën e minit. Sa e thjesht, po sa shumë ka komuniku në atë kohë dhe në për familje tona. Sikur i harrojmë këto gjëra që sot kërkosin njerëzit për atë kohë. Dikush e ka përjetuar thellë dhe e ka kuptuar mendimin filozofik. Unë e kam mendimin tim se pikërisht këto sikur kanë ngritë ndërgjegjen pak më shumë. Dhe Bajram Kosumi i ka këto pika që për dikën duken thjesht për mua shumë të rëndësishme, sepse është e kohës time. Dhe pastaj dikun që dhem hala më shumë se kjo, autori në libër në vepër për citazit na bën me dije. Pastaj mbledhjet e fakultetit filozofik kur citoj shkrimtari modern nga Prishtina prejudikon të se, citoja, jemi për të marrë modele në Beograd, në vend se të shohim zhvillimet moderne në Beograd. Ata i kthejnë syt e verbër ka Tirana, bolë ma se na lodhet na çmendë. Kjo jo thash pak më herët dhe më shumë sepse fjala peshon në vendin e vetë. Edhe në institucionet e dijes, pra kemi kaluar edhe në për këto rrugë të jetës sonë. Pra, aty ku duhet të punohej më shumë, aty ku duhet të promosej më shumë, epoka e revolucionit të vitit 1991, aty këto ngjarje rikthyen dinjitetin e arshëm për njeriu. Përkundrazi, këto inserte kanë rikthyer identitetin të ajo shtresa që sikur kur ti po din me thënë të keshën, po po din me thënë të mirën. Dhe këto kanë ndikuar që në vendia e prizve të revolucionit të 81-shës sikur ka vlerësuar masat e gjëra. Një rast tjetër, të ilustrime që këtë i dini, po që i kemi libër, por që kanë pe shumë madhe sipas mendimit tim. Dhe vetëm me dy fjali po e them. I shenjti Gjorgje Martinović. Përmendet. E dini çfarë zhurmë është bërë në atë kohë dhe dikush me këtë është mundu prandaj turpet e një kohë t'i shndroj në një akt tjetër. Megjithatë, në enciklopedinë imagjinare unë vetëm si shembull i përmenda këto se kemi edhe ngjarjet më të mëdha të historisë, po edhe të vogla të krijojnë një histori shumë të rëndësishme, sepse njerëzit vetëm sot që jemi nuk munden mi marë me mend që dikur si profesor nëse një nxënës e ka vesh një këmish me ngjyrë të kuqe apo edhe një zell, tash të mirës 100 pyetje, tash për Evropën këto kanë qenë absurditete, po megjithatë janë fakte reale të një kohe. Vepra Bajram Kosumit, enciklopedia imagjinare, komunikon jashtëzakonisht bukur me teorinë e psikanalizës së Sigmund Freudit, ku shkruan në librin e tij Psikanaliza e artit dhe e letërsisë në kapitullin Poeti dhe Fantazia, ndër të tjera ai thotë, po citoj, me një parafrim që i jep kuptim librit, citoj. Përgjithsisht, është shumë i rëndësishëm raporti i fantazisë me kohën. Mund të themi se ai në një farë mënyrë lëkundet midis tri kohëve, tri momenteve kohore të harxhuara
dhe nga parafetyrimi. Puna psikike është e lidhur me një farë mbrese aktuale në një rast të së tashmes dhe që është në gjendje të ringjallë një nga dëshirat më të mëdha të subjektit. Mendoj që krejt këto që dikur Freudi ka thonë, ne i kemi në veprën Enciklopedia Imagjinare. Nga gjithë kjo, në vepër janë detajzuar konceptet dhe parashtrimet e ngjarjeve që kanë krijuar historinë dhe kanë determinuar rrjedhat kohore të vendimeve historike. Në këto perceptime vjen edhe vepra Enciklopedia Imagjinare, e cila identifikon dhe ndriçon këto rrjedha të faktorizuara, të ndodhura në dëm dhe ato në dobi të ardhmes për vendin tonë. Normalisht gjitha ngjarjet i kanë të këqija të mira, prandaj domi dhe dobia. Në për këto halka, fatesh e personalitetesh, ndër më sublimet, autori i ka trajtuar në vepër këto ndodhi që i kanë para përcaktuar të ardhmen. Në këtë konglomerat idesh me estetike në zgjedhur, veprën post-roman e bëjnë më të kuptueshme mesazhet dhe lidhshmëria e shtruar në rrafshin palimpsest. Ato ruajnë e japin testamentin më të rëndësishëm për të ardhmen e botës shqiptare. Bayram Kosumi në Enciklopedia Imagjinare ka arritur të zhvesh mitin serb dhe atë të vendosë në peshorën e inflacionit të dukshëm, si pamje e veshje ideologjike në mashtrime e diktate të hermetizuara, të kamufluara përmes elaborateve të njohura, të cilat tani më bota postmoderniste ka filluar t'i dallojë këto ngjyra semiologjike. Në këto shpalosje kohësh, autori të krijon mundësinë enciklopedike në lexim e përjetim, jo vetëm si metaforë, po si realitet dhe mesazh të përjetshëm për të mos rënë në homlerën e të kaluarës. Dhe krejt në fund. Vepra në të gjitha variantet e tekstit të krijon rrethanën e vetëdijësimit kolektiv në përbinaret e fatit kohor, sepse vetë filozofia e shtetëndërtimit kishte përmendore të kryevepra të pavdekshme. Kështu gjuha dhe identiteti kombëtar mund të arrijnë të marrin frymëmarrjen e lirë për të gjitha kohën. Në këtë postroman kryevepër të këtij 10 vjeçi, Bayram Kosumi në Enciklopedia Imagjinare krijon raportin e lexuesit me idetë e shkrimtarit, duke krijuar ndërveprimet si konkretizim të ngjarjeve në vepër. Referencat e përdorura janë me ndriçim dhe tipologji individuale. Vepra sjell pikpamje të reja të artit shkrimor në letërsinë shqiptare. Ju faleminderit. Bajramit, çka më thon tjetër për pas lumna që të kemi dhe vazhdo të shnet, tjera vinë